do të reduktohet me 4 herë numri I inspektimeve. Inspektorët janë, jo vetëm janë grabic të mëdhej kohe të bizneseve. Ngulen aty dhe ka rrezik që po t'ja llogarisish ditë të inspektimet që hubet biznesi me inspektor, mund shkojnë 40-50 ditë, plus të tjera e tjera. Ne që të përgatitur dhe do ta instalojmë sistemin digital të inspektimeve. Sistemi digital në kupton që çdo njeri që paraqitet lën gjurmë, edhe nuk do mund të ketë më abuzime me kohën, as dhe me gatishmërinë e bizneseve ndaj inspektimit. Kontrollet të bëhen mbi bazën e analizës riskut. Ne kemi objektiv të arrijmë në 30% të prodhimit të brendshëm të ardhurat buxhetore, por ne jemi të bindur se kjo ulje jo që s'do të paksoj, por do të rrisë të ardhurat buxhetore. Do ketë përjashtime nga taksat për 5 vite për të gjithë ata shqiptarë që kthehen dhe investojnë në vendin e tyre, kursimet e tyre. Sikundër, taksa lokale nuk do mund të jetë kurrë më shumë se 1% e xhiros vjetore. Se ky çka ka ndodhur sot? E ka bërë taksën 0 për bizneset e vogla dhe janë 10 fishuar taksat lokale. Gjerë në taksa antikushtetuese. Bashkia thot vendos taks për arsimin, po ku e gjen ti të drejtën të vendosis taks për arsimin në një kohë kur arsimi ka një sistem, nuk është në shkallë I decentralizuar. Arsimi është sistemi I qendërzuar. Mbi ç'bazë do ndërtoj shkolla, po ato t'i bëj shkollat me një fjalë. Edhe tani nuk dihet se ku ka shkuar taksa, por në radhë parë nuk mund të vendoset taksa. Taksat janë antikushtetuese. Do bëjmë gjithçka për punësimin e trive. Do marrim përsipër për çdo të ri të punësuar 1 vit sigurimet shoqërore. Çdo të ri që investon gjerë moshën 25 vjeç pa taksa. Po kështu dhe gratë familjare, kryefamiljare.